Sot më foli shpirtin, më than nga dal, mos më kërko ta haroj, se zemra nuk di të urdhërohet. Më foli shpirti sot për ty, më tha më fal, nuk dua më të vuaj, doja shumë të haroja, por s'munda dot të largoj nga vetja ime, se ajo të ka gdhendur thellë tek unë, si një tatuazh që koha se fshi. Ti nuk dashuron vetëm atë, ti jeton me të, qam për të çdo ditë. Aq shumë qave për të, sa u lodha edhe unë, lotët e turan mbi mua, dhe më morën çdo fuqi. Se tu ankom, mjaft moj mjaft, na përboj dhimbje e kësaj dashurie. Zemra e shtit nuk ishte më fort, por prapë lej nër të pushoj pa. E unë nuk po e ndjej më vetën gjallë, trupi më shlodhur nga kjo luft. Çfarë është dashuria? Të merr të gjithën e prapë e kërkon, desha ta mallkoja dashurin, ta largoja nga shpirtin për gjithmonë. Por kur u përpoqa ta urreja, zemra më tha nuk mundem unë. Sepse edhe kur ajo të shkatëron, ka diçka që të mban përsëri, është ajo ndjenjë e pashpjegeshme që të djeg, por të bën të jetosh. Si tu ankuan, mjaft moj mjaft, nar burbuj dhimbje e kësaj dashurie. Zemra e shtit nuk ishte më fort, por prapë rrifte vetëm për ty. Çfarë është dashuria? Një plagë që nuk do të mbyllet, një lot që bie në heshtje, një kujtim që kur nuk shuhet, ta mallkoj dashurin. Jo, nuk mundem, sepse nuk ka kur si ajo ndjenjë që të merr shpirtin dhe të lë gjallë.